Mirëditë të gjithëve, nderuar vizëtar, ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë konferencë e drejtorisë vendore të Policisë së Fier. Kjo konferencë zhvillohet në kuadër të qasjes së re të Policisë së Shtetit për një komunikim më transparent dhe më drejt për drejt me qytetarët dhe mediat. Qëllimi i ynë është të informojmë publikun me informacione të verifikuara si dhe me rezultatet e punës sonë, masat që kemi ndërmarrë për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe sfidat me të cilat përballemi në përmbushjen e misionit tonë, si siguria në shkolla, siguria rrugore, lufta kundër narkotikëve, armbajtje pa leje, kapje personave në kërkim, evidentimet e goditje e krimit mjedisore, ndjekja në kohë e dinamikës së shqetësimit të qytetarëve, dhuna në familje, reagimi në kohë e me profesionalizëm në rast ngjarjes, si dhe shërbim dinjitos për qytetarët përmes komunikimit dhe reagimit me panshmëri. Në përfundim të raportimeve tona, do të jemi të hapur për pyetjet dhe interesimin tuaj në funksion të transparencës dhe informimit të drejtë të opinionit publik. Fillimisht, do t'ju paraqes rezultatet e punës së Drejtorisë Vendore të Policisë së Fier gjatë muajit maj 2026. Gjatë muajit maj 2026, janë evidentuar 264 vepra penale të ndryshme, prej cilave janë zbuluar 260 prej tyre, ose 98.4% të tyre. Në këto vepra penale janë identifikuar 268 autorë të dyshuar, si të përfshirë, nga cilët 69 janë arrestuar ndaluar, 190 janë proceduar në gjitje të lirë, si dhe 9 të tjerë janë shpallur në kërkim. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, janë evidentuar 90 vepra penale më shumë. Gjatë kësaj periudhe janë finalizuar 10 operacione policore, si rezultat i të cilat janë arrestuar ndaluar 14 persona. Operacionet policore kanë konsistuar në goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e shitjes dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike, 3 operacione policore, mbajtjes pa leje të armëve të zjarrit dhe municioneve, 2 operacione policore, kapjen e personave në kërkim me rrezikshmëri të lartë, 3 operacione policore, theksojmë këtu një person të shpallur në kërkim në kërkim ndërkombëtar, në drejtim të krimeve kundër pronës dhe pasurisë, 2 operacione policore. Gjatë muajit maj janë sekuestruar sende apo prova të tjera që lidhen me veprimtari kriminale dhe konkretisht 3.3 kg kanabis sativa, 11.3 gram kokain, 1 automjet, 1 grirëse për punim me lëndë narkotike, 2 peshore elektronike, 6 aparate celular dhe 1 DVR. 1 armë zjarri pistolet, 3 armë zjarri automatik, Kalashnikov model 56, 13 copë krëra me 172 copë fishek dhe 1 armë gjau pa leje. Lëndë plase 1 kallup, kartmoneda në euro 15.900 në vlerë dhe kartmoneda në lek 800.000 lek. Janë trajtuar në total 161 konflikte, nga të cilën 122 konflikte për motive të dobta dhe 39 konflikte për motive pronësie. Për këto raste, janë kryer të gjitha veprimet e nevojshme dhe janë proceduar autorët e dyshuar. Me rritjen e fluksit të lëvizjes së mjeteve, është intensifikuar monitorimi inteligjent i akseve rrugore nëpërmjet mjeteve teknologjike. Si rezultat, strukturat e policisë në rang drejtorie kanë vendosur 11.132 masa administrative ose 4.985 masa më shumë se një muaj më parë, ku pjesa më madhe e tyre është për ato kundërvajtje dhe shkelje që ndikojnë drejt për drejt në rritjen e sigurisë rrugore. Dua të shtoj që vendosja e masave administrative nuk konsiston në numrin sasi të këtyre masave, por në evidentimin e kundërvajtjeve, të cilat janë shqetësim për mbar opinionin dhe për një disiplinim të qartë dhe të gjithë komunitetit. Gjatë këtij muaji janë evidentuar 14 ngjarje rrugore, si pasojë të cilave kanë humbur jetën 2 shtetas, plagosur rënë 1 shtetas dhe janë plagosur lehtë 13 të tjerë. Gjithashtu, në funksion parandalimit të ngjarjeve rrugore, nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë janë proceduar penalisht 59 drejtues mjetesh për drejtim mjeti në mënyrë pa rregull, nga të cilët janë arrestuar ndaluar 34 shtetas, ndërsa 25 janë hetuar në gjyqe të lirë. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, si rezultati i një angazhimi më të madh të strukturave vendore ndaj krimeve mjedisore dhe krimeve që cënojnë regjimin juridik të tokës, në kuadër të masave të marra dhe kontrolleve të shtuara, në bashkëpunim edhe me inspektoratet përkatëse, janë evidentuar 21 vepra penale në fushën e krimeve mjedisore dhe krimeve që cënojnë regjimin juridik të tokës, me 21 autorë të dyshuar, të cilët janë proceduar penalisht. Si rezultat i një kontrolli më efikas të territorit, bashkëpunimit me qytetarët dhe me agjencitë e tjera ligjzbatuese, janë evidentuar 9 vepra penale më shumë
në fushën e ndërtimit pa leje, krahasuar kjo me muajin e kaluar të këtij viti. Pavarësisht rezultateve të arritura, mbeten ende problematika që kërkojnë vëmendje dhe angazhim të mëtejshëm siç janë rritja e sigurisë rrugore, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, kryesisht ato që janë me impakt më të madh është pjesa e agresivitetit në rrugë. Rastet e dhunës në familje, prodhimi dhe shpërndarja e lëndëve narkotike, kryesisht afër perimetrit të sigurisë në shkolla, por jo vetëm. Për adresimin e këtyre problematikave, shërbimet e policisë ka shtuar monitorimin, kontrollet dhe pranimin terren, me qëllim evidentimin e çdo shkelje dhe palishmërie, si dhe janë rritur kontakte me qytetarët për të siguruar informacion me qëllim parandalimin dhe ndëshkimin e shkeljeve që shfaqen në territor. Të nderuar gazetarë, këto ishin disa nga rezultatet të përmbledhura kryesore të punës së policisë, të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier dhe dinamika e ngjarjeve rrugore gjatë muajit maj 2026. Si dhe disa nga problematikat me ndikim të drejt për drejt në jetën dhe sigurinë e qytetarëve. Ju faleminderit, dhe tani jam i gatshëm të përgjigjem pyetjeve tuaja nëse keni. Zoti Ahmeti, Marsita Dobi, Report Televizion. Pikë së pari për të lënë radhë dhe kolegëve për të respektuar edhe pyetjet e tyre, më lejoni që ta ndaj ndërhyrjen time në disa nën pika. E para, ditën e djeshme në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë është zhvilluar procesi konkurrues për plotësimin e vendeve vakante në drejtimin e policive të Qarqeve, Durrës, Fier, Kukës dhe Lezhë. Mbeten një ndër emrat potencial për drejtimin e Fierit. Në pritje të rezultateve, a mbetet Fieri i preferuar juaj? E dyta, lufta kundër narkotikëve, duke patur parasysh dhe rezultatet që sapo lexuat nga analiza mujore, mbetet një ndër prioritetet jo vetëm të Policisë së Fierit, por gjitha drejtorive, duke qenë kjo një porosi e veçantë edhe drejtorit përgjithshëm, zotit Skënder Hitaj, por as unë, as ne si media, as publiku nuk mjaftohemi vetëm me kapjen e një sasie të caktuar narkotikësh, nëse nuk ka rezultate konkrete për të shkuar tek kokat e rrjetit të shpërndarjes së narkotikëve. A ka patur rezultate të tilla dhe tjetra, zbardhja e ngjarjeve të vjetra dhe të reja kriminale, duke nisur nga vrasja e ish-deputetit socialist Fatmir Xhindi, a ka të reja. Faleminderit. Faleminderit juve. Në lidhje me pyetjen e parë, në lidhje me a është qyteti i Fierit qyteti i preferuar, unë duhet të rikujtoj dhe të theksoj që në polici nuk ka preferenca. Unë kam një karrierë të gjatë në policinë e shtetit, për të cilat, si të gjithë kolegët e mi, të cilët iniciojnë dhe për shkak të viteve për të konkuruar në gjitha pozicionet që hapen, që janë vakante në policinë e shtetit, është duke ende nuk kanë dalë rezultatet e konkurimit dhe testimit që ne kemi kryer dhe gjithë kolegët e tjerë. Jam i prirur për shkak të viteve dhe të karrierës sime të gjatë, ndërsa të gjatë, jam i prirur që pas vlerësimit bërë nga ana e komisionit dhe vlerësimit të eprorëve më të lartë, do të shërbej atë ku të gjykohet më mirë për atë ku I bëjmë edhe punës, edhe jo në preferencat e mia dhe nuk ka preferenca në polici. Për sa I përket pyetjes së dytë, në lidhje me pjesën e shpërndarjes së narkotikëve dhe kultivimit, unë dua të rikujtoj që gjatë vitit 2025 është bërë një punë kolosale investive në lidhje me kultivimin. Në 16 raste të kultivimit të narkotikëve, të 16 raste të vitit 2025 janë me 16 autorë, e cila është një procedurë, pjesë e kultivimit nuk ka sezon, ajo është një pjesë investive dhe gjithë komisariatet dhe sektorët në Drejtorinë Vendore kanë marrë detyrimet në lidhje me gjithë procedurën, kjo në bashkëpunim të ngushtë me Prokurimin e Rrethit Gjyqësor Fier, jemi duke punuar dhe duke punuar në ngushtë me jo vetëm me Prokurimin, por me gjithë agjencitë e tjera ligjvërtuese në lidhje me këtë fenomen shqetësues të qarkut Fier, por jo vetëm. Atëherë kisha pyetje. Meqense ndodhemi në periudhën që bimët narkotike kanë dalë nga serat dhe mbillen në teren, a janë ushtruar kontrolle nga Drejtoria e Policisë, janë konstatuar vatra të mbjelljes së lëndëve narkotike në teren? E para, e dyta, a janë konstatuar shtëpi bari në Mallakastër dhe në Fier? Dhe e treta, në lidhje me shpërndarjen e lëndëve narkotike të forta, kokain, heroin, kape vetëm spaqator, a janë kapur
njerëz që i drejtojnë nga spaqator? Atëherë, faleminderit për pyetjen. Në lidhje me pjesën e atë unë përmenda edhe pak më parë, në lidhje me pjesën e kultivimit, që prej muajit mars, me hapjen e sezonit të vitit 2026, drejtoria vendore në bazë të telegramit ardhur nga drejtori i përgjithshëm, si në çdo kohë dhe në çdo vit, ka intensifikuar punën dhe kontrollet me grupe kontrolli të përbashkëta përveç pjesës jurisdiksionale të komisariate, për çfarë i përket pjesës jurisdiksionale dhe drejtoria vendore, në drejtori janë planifikuar, janë hartuar planet e masave me grupe kontrolli, rikontrolli të drejtorisë vendore dhe po vazhdon puna intensivisht në lidhje me kultivimin e brimit narkotik. Për sa i përket pyetjes së dytë në lidhje me pjesën e shpërndarësve, ne jemi duke bashkëpunuar, siç e përmenda, me prokurorin e rrethit gjyqësor, në disa procedime të rifilluara dhe të mbartura, jemi duke intensifikuar punën për gjithë evidentimin dhe pjesën e shpërndarjes dhe prodhimit të lëndëve narkotike. Është një nga veprat dhe nga me ndjeshmëri më të lartë në jo vetëm në drejtorinë vendore të policisë Fier, por jemi duke intensifikuar punën në lidhje me prokurorinë. Duhet të kuptojmë që pjesa e shpërndarjes, prodhimi shpërndarjes është një punë kolosale që duhet bërë në bashkëpunim dhe me prokurorinë, patjetër në bashkëpunim të ngushtë, për të cilën jemi duke punuar intensivisht në lidhje me këtë fenomen.